A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Te Sevadul A'zami i lexum 3 mesele që një musliman i ehli sunnetit që kështu duhet me i besu. Meselja e parë ishte se imani nuk ndahet dhe nuk duhet me thonë inshallah jam musliman. Meselja e dytë çka ishte? Hajde ta shohim çka ishte meselja e dytë. Mos ndajna pi xhamatit. E në meselja e tretë? Mas çdo imami qoftë i mirë apo i keq. Sonte inshallah e marrim meselen e katërt që ka të bëjë shumë me temën e javës së kaluar, po inshallah një dallim i vogël ekziston këtu. El mes'elatu rabi'a, meselja e katërt. Është se yenbaghi lil mu'mini, duhet besimtari en la yukaffira ahadan min ehli al-qiblati. Nuk duhet me bë tekfir, nuk duhet me quajt qafir, me konsideru qafir një njeri që është ehli qible. Do me thënë një njeri që është i fesë tonë, që i pranon shartet e imanit dhe shartet e islamit. Ehli qible do të thotë që ka sy ka qible, ne ashtu i themi. Ki njeri s'ka asaj ka qible. Do me thënë, tekfir nuk duhet ta bëjmë për çka bi dhembi, për shkak të ndonjë gjunafi. Mund bëje shumë gjunafe, qafir, sën i themi. Mirë po, malem yastahillahu, përderisa nuk e konsideron ai person atë gjunaf halal. Përderisa një njeri nuk i thot një harami halal, së një thujmë qafir. Këtë e kuptojmë apo. Do those tash, mund pëje sa do se raki, ama qafir së një thush. As një raki mund të mos e pije, ama i thot halal është, u bo qafir. Se këtë është çështja e bindjeve. Dhe ky libër, me që është ders i akides, ma shumë do flasim për çështjet e bindjes. Ama, ky myfti i perandorisë osmane, aq bukur din ta lidhe këtë, ders akides me nasihate, me derse, me këshilla. E tash, kadal fillon komentimi. Do me thanë, një njeri që do në tjetë ehli sunnet, as njanin nuk duhet të bëhet tekfir, nuk duhet me i thanë qafir. Mi po neve kur nervozojmë i dënjerë në hik nga gjoja i laf. O qafiri. Buri me gruan, oj qafir ku i shkinën, qka nuk i thujnë njani qetrit? E ne buri gruas, e ne gruja burit. Nuk e thot me atë bindje për me e bot tekfir, apo? E përdor vetëm si një ofendim, ajo quhet gjunaf. Ama si një hoq, apo një kadi, apo një myfti të jesh, dhe deklarosh, japish deklarat, një fetfat, japish se filani është, ta bësh një video në YouTube, dhe t'ja përdorish emnin dëkujt, e në thush se kjo qafir, tamam, s'ka lidhje me ehli sunnetin, tamam. Mirë. Përderisa nuk thot ai njeri, ky gjunaf është halal. Mirë po edhe ai gjunaf duhet jetë maktuan bid delailil qat'iyye. Duhet jetë me argument të prerë, po edhe aludimin, edhe të kuptuarin pej atij ajeti apo hadithi duhet ta ketë të prerë. Se thot argumentet ndajnë 4 grupe, mos komplikojmë temën, do me thënë duhet jetë gjunaf shumë i prerë, i qartë, dhe me argumente pej më të fortave. Çka është ajo? Kur'ani dhe hadithet mutawatir. Do me thënë, mund tjetë pej haditheve qera haram diçka, ama nuk të bën qafir nëse i thush halal. Të bën bidat që i Zoti na ruaj. Do me thënë, për me i thënë një njeri qafir duhet kalojnë Kur'an, edhe ajo duhet jetë shumë e qartë. Si dhe e kuptojmë? Në Kur'ani Kerim flet për verën se është haram, dhe feçteni buhu, largojni asaj, leni atë, shumë e qartë. Vera është rritsun min amili shejtan, është një pislek punë e shejtanit, feçteni buhu dhe largoni asaj. Vera është e qartë, largohuni, a o e qartë? A është argumenti më i fortë Kur'ani që është diçka mutawatir? Atëherë kësaj me i thanë halal, në bën qafir. Skopsko, bira peja, bira ku e diçka, se bira nuk kalon në Kur'an, vera kalon në Kur'an.
Këto çështjet e birrave, rakiave, lëndëve narkotike, drogave, sen kitë me hadithe bëhen. Tamam. Atëherë, një djalë i ri tha marijuanës halal është hoxha. A mund t'i thujmë mot qafir mbyllë gojen? Jo. Tamam. Se nuk e bën qafirat. E bën bidatshi, e bën për kërkunt, ajo qetër punë, ama duhet me ndaj këto kategoritë. Duhet ta ketë argumentin shumë të prem, e ne aludimin, do me thënë atë lezim të partë i duhet ta kuptosh. Këtë ndoshta sefte në gjojni, e se nderse tona kanë kalu këto tema, po tash ta kthim për diçka ibadet që është, për diçka halal që është dhe kuptojni ma mirë. 5 vakët namazi, është me Kur'an? Është me Kur'an apo. Me i thanë dëkujt s'ka 5 vakët namaz në islam, bëhet qafir. Mirë po, me thanë dëkush s'ka namaz të bajramit. A kalon në Kur'an? Kalon, si s'kalon, kur sa s'kalon? Më këtë me njerë, vajt. Kalon, fësalli li rabbike wanhar, fal namaz për Zotin tanë dhe therr kurban. Tamam. Falë do me thënë namazin e bajramit, e ne therr kurban. Në Kur'an kalon kjo. Ama a kuptohet me lezim të parë, shef të e ke lezau se ke kuptu. Me lezim të parë, se nuk kuptohet kjo. Kjo mund tjetë edhe namaz shu, nafile. Fësalli, ti fal namaz, apo? Nuk potencohet direkt cilin namaz të falish. Ate marim për haditheve, pejgamberi e ka fal namazin e bajramit, pastaj ka shku ka therr kurban. Prandaj i themi vajib është namazi i bajramit, nuk o fars. Ama sabahi është fars. Sabajt po me i than dikushi nuk është fars, atër bëjt qafir. Se aludimi thënë, delaletin, atë që e tregon që jepat dije, e ka shumë të qartë. Tamam. Edhe burimin e ka shumë të fort. Pse e ka shumë të fort? Se o në Kur'an, apo? E pse? Hadithi atër që nuk është në Kur'an, nuk e ka të peshën e njëtë. Se shumë veta e kanë transmetu Kur'anin. Shumë kalabalek sahabësh e kanë transmetu qatë Kur'an qashtu. Pra ndaj bëhet Kur'ani mutevatër dhe bëhet argumenti më i fort. Tash nuk du të vangatroj kryet, ama ka do, për shembull, kirajt e qera, ka do lexime qera. Vangatroj krajt shumë xhamatit, ama ka ardhur për 2-3 sahabive, ja. Nuk o kjo Kur'an, Kur'ani i Hazreti Osmanit o ndryshe, atë nuk e qym nga Kur'ani. Apo, ai mo vangatrojmë me xhamatlive ton, TikTokin mos e përdorni, Instagramin mos e përdorni, rreni lexoni libra, thelloni një dije. Tamam. Hala sot e kësaj dite xhamatlit ton, bile në hoxhallar ton, mendojnë se hadithi kutsi është hadithi më i fortë. Mbare madhe o këtë ta folish apo. Hadithi kutsi, pse? Po pejgamberi flet atë që ka thonë Allahu. Allah, po hadithet qera që i flet pejgamberi, si kalojnë dersin e kaluar. Api qefit veti fliste. Nuk e ban më të fort hadithin kutsi ose hadithin qetër, e ka pi Allahit ose ka pi Allahit. E ban sa veta e kanë transmetu, për qatë ne kemi problem me këtë kuranistët. Nuk i beson hadithit, për qatë hadith ta ka transmetu, i njëti që ta ka transmetu Kuranin. E ka do hadithe, një grup aq i madh i sahabësh ta kanë transmetu sa Kur'ani. Ajo bëhet e barabartë. Po si bëhet ajo hadith, po hadith që ka lidhje. Burimin e ka prapte Xhibrili alayhis salam, prapte Allahu dhul xhelal. Metoda që të ka ardhur, si të ka ardhur nëpërmjet sahabive. Sa veta plot, kalabalek i madh. A mund bashkohen gënjeshtër këto ta bëjnë një trik? Jo. Atë hadithi mund ta bëjnë, atëherë te Kur'ani mund ta bëjnë. Nxan ngushtë kështu. Për çat Kur'ani hadithi nuk ndahen. Ama në fuqi, do hadithe janë transmetu nga ma pak veta se sa Kur'ani. Ose do hadithe janë transmetu nga ma pak veta se sa do hadithe qera që janë transmetu nga ma shumë veta. Dhe kjo në parimet islame ta lun pak atë farzin e po vajibin. Farzin e vajibin. Mesebi Hanefi ka do parimet qera që duhet mirë ato me imësu. A jemi Hanefi, duhet të dim ato. Nëse je Hanefi, duhet të adish pse i thush leximit të Fatihas vajib, ama leximit të Kuranit në namaz fars. Në që këtë unë e si fmi, e thusha përmen shte drita e zemrës, ti beja rabi nëse e kuptojsha diçka. Hala sot e kësaj dite kanë tret problem, 20 vjetë fal namaz. Për xhamatlit ton zete nuk i fejs në kategoria, ato në list nuk i fejs. Ama çka do thot, i lexojmë farzet e namazit, tekbiri filestar, qëndrimin e këmbë, leximi i Kuranit. Pse nuk thush leximi i Fatihas? Pse nuk thush leximi i Fatihas? A kien namaz pa Fatiha?
A mund ta falish një rekat pa lezu Fatihan? Jo. A pse nuk e ke farz atëherë? Kjo është, se në Kur'an nuk kalon lexonja Fatihan në namaz. Po në Kur'an kalon lexoni çka t'ju vije kollaj nga Kur'ani. Tamam. Hadithi a është transmetuar nga një kallaballek shumë i madh sa Kur'ani për Fatihan? Jo. Atëherë jo farz, ti themi vajib, tamam. Ama prap nuk je namaz te pa Fatiha. Mirë po duhet dalloj një shkallë. Atëherë, nëse komplet nuk lexove Kur'an, e prishe parimin që ka ardhur me një kallaballek shumë i madh, e në s'kije hiç namaz, moment të prish namazi, këtë kur e prishish, mund ta rregullojsh. Do bësh sefi sejdë, elhamin themi e harrove ta lexosh. Drejt nëse pe nata ina kulu vallah diçka. Në fund me sefi sejdë e shpëtojsh, pse është vajib, është një derexhe më poshtë. Ta kthem tash këtu. I thaje rakis, do të thonë jo rakis shumë. I thaje verrës halal u doç, si namazi si prishet, u prish imani. Duhet më edhe njerë pisef të shahadetin, hajde bismillah të bëhesh musliman. I thaje halal birës, i thaje halal, ku e di, që aty në lëndëve narkotike, i thaje halal cigares. Atëherë, bëhesh bidatçi. Atëherë se fiseshde, apo se fiseshde nuk son të bësh për imanin, prap do thush një stakfirullani teube, ama në njerë shahadetin, pin zero musliman, jo. Tamam. E një këshu mendoje. Një qahi me gruan nuk të shkon. Vazhdon një qahi, hajde. Ata jo qetra, pin zero mo, ti duhet shkojsh të Zakir Naiki, e shedu e lajla njerë të thuj shahadetin, në të marrin grek ma pate, po. Me tekbire, po. E në të qesim në Facebook vlau jon, me pranoj islamin. A emnin bëjemnin musliman. A e kuptum këtë? Inshallah ta keni qartë. Prap hadithet dhe Kur'ani nuk e ndalin, vetëm të shkallët pak, cila më nëllë, cila më poshtë. E në atë kush e vendoste, kallaballeki që ta ka transmetu. Mirë. E Kur'ani mëse e kanë transmetu një kallaballeki i madh, ajo bëhet më qat'iju delale, bëhet kur është fjala shumë e qartë, qat'iju thubut bëhet kur vjen pi Kur'anit, ose pi haditheve mutawatir, se shumë kallaballeki i madh e ka transmetu këtë. E një gjuna të tillë ta qush halal, bëhesh kafir. Mirë, po juve mos hinin këto tema, se neve i provokojmë njerëzit që s'janë akoma të udhëzuar, apo me do muhabete, te izdish, unë e di, e na i mapa i hik një shprehje, ndoshta që në për qitape mund kaloj se është qufër, e në te i mapa që u bone qafir. Jo, mo hinin ato muhabete. Do hish edhe ti në gjuna dhe bosh sebe, pse ai e tha këtë shprehje me provokimin tëndë. Ne dhe jemi musliman të ribjeli, musliman të dhimshëm, me shefkat, me mëshirë, dishojmë këta njerës që shajnë me mjekër, me hoxhallar, ndë njerë astakfirullah në Kur'anin e shanin. Ta një njeri që e shanë, një arab se martohet me vajzën e axhës, më fanë shprehja me Kur'anin e shanin. Po, populatën tonë nuk o e preferuar, Kur'ani nuk ka thonë, mora këshu ta bësh. Përsat mos i qelni këto tema në mesin tonë. Videoja e parë në YouTube nuk dhe tjetë kjo. Tama. Tek imani, akidja, abdesi, namazi, teubja, këto tema me i fol ma shumë mirë. Dhe thot tash, i'lem, enel muslime, enel mu'mine, një besimtar, nëse bën zina me 100.000 femra muslimane, po thot, këtë muslimane e ka thënë këshu, rastisht, në më thënë, edhe me, jo muslimane, me bo 100.000 zinaje. Far njeri, far buri, ajo shkon dërmi. Apo i ka vran 100.000 person. Do me thanë, qoftë musliman, apo jo musliman. I ka vran 100.000 persone. Apo ka pi 100.000 bure me vere. Ato drunit, e si janë në Evropë, ma pasin i qeshëm gjepin të posh. Vino. Si i thujnë asaj, bure, i thujnë bure. Ha? Bure. E muslimana, mashallah, nuk e dim, ju të shishja kini vetë vesh. Tamam. Për shembull e ka marrë, apo? Do në të tregoj edhe me e bo gjynajnë matë madhë bile. E në me i bo ato bile, çka thot? La yakhruju min al-imani, nuk del nga imani, ma lem yastahillahu, përderisa nuk e quan këtë halal. Tamam. Tha një njeri mund bëje shumë zinaje, mund bëje shumë vrasje, po mund edhe shumë rakit pije, përderisa nuk i quan këto
halal, qafir nuk i themi absolutisht. E tash si e ka zakon ky dietar, jo vetëm për çështje të botkuptimeve dhe akideve, hyn pak edhe në për nasihate. U fol për zinan, u fol për vrasjen, u fol për rakin, për verën. Dhe tash pak do ndalet te vera. Tregon se haramlleki i verës ka kalu me etapa dhe kësa i thunë tedrigjen, në shkallë mbas shkallë. Njerë Allahu Teala i thot muslimanve, në të keni pak një farloj dobije, ama dami i ti është shumë më i madh. Do me thanë, shif të bon hazër terenin, shif e keni halal tash për tash, keni diçka si dobi, apo të argëton, ku e di pse se kemi shiu, elhamdulillah, nuk e dim, ose dëni shije tambël nëse e ka, që s'besoj, duhet ta ketë dëni shije shumë keqe. Mirë, po shkalla e dytë ishte të paktën mos u afroni në namaz nëse keni pi raki. Shif, një pjesë të ditës ja boni haram, ama jo komplet tjetë haram. E pastaj, ajeti i tretë më kur erdh, Allahu Teala thot: Ja ejuhelladhina amanu, innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu ritsun min ameli shejtan fajtanibuhu. O ju që keni besuar, do të thënë verra është një ritsun, një pislek nga punët e shejtanit, rini larg asaj. Dhe nga kjo më u kuptu shumë qartë, dhe është nga Kurani argumenti fort, e në kjo qartë bëhet direkt haram. Ata jo qetra së ne kuptojsh e qartë, ka pak dobi ama dëmi është më i madh. Nuk mund t'i thush direkt haram kësaj, se nuk ta ka bë delaletin, aludimin direkt për diçka haram. Nese, dhe thot tash, dhe hym pak çështje të fikut. Një person që pin verë, ju haddu, duhet të ndëshkohet sipas shtetit, themanin e gjeldeten me 80 kamxhikë. Dhe mas asaj dite, ati mos me ja pranu as një farë dëshmije. Kjo qofte dhe vetëm një pikë nëse e ka pi. Do me tha, nuk e bëjmë kusht me qenë i dehur nga jo pije. Si thunë, që kash me paj, nuk më dëmton, apo nuk më bon i dehur. Nuk o puna, a di jesh i dehur apo jo. Khamër, vera, haram edhe pik. Edhe një pik bile me e pi. Dhe dhe meret kjo njeri, ose një pik nëse e ka pi dhe e pranon vet, ose e kanë shpiunu dhe kush e ka lajmëru në polici, dhe meret nëse hala i vjen era raki ka goja, apo kur e marin e shojnë se kjo qenë ka i dehur, këto qoft edhe me ato qerat që janë direkt haram nga Kurani. Si për shembull, bira e këto qerat që i ngjajnë edhe këtyne langjeve si shfep, si ku e di gjion do të verdha. Që të mojito toniko gjion që ata. Apo? A ka si unë se e dine, emna bira jonat. Do me thënë, për me u dënu nga shteti, ajo që kalon në Kuran mjafton me një pik ta kesh pi, ndërsa te këto qerat, ose duhet të të vijere rand ka goja, ose duhet t'jesh me komplet i dehur. Tamam. Ose të dëshmojnë 2 persona, ose vetë ky ta ketë pranu se ka pi, atëherë do të ndëshkohet edhe për këto, ani se nuk kalun në Kuran. Jashta verës to, bira e kështu me radhë. Po sa është niveli i dehjes që e detyron njeriu të ndëshkohet me këto birat e mesent. Se për verën e kuptum, ajo kalon në Kuran. Thot, nëse arrin në këtë nivel që mos e dalloje mashkullin nga femra, femrën nga mashkulli. Ti merr mend ajo posta apo? Një shok, sot e kësaj dite e kam të afërt. Më kam thonë, s'ka lidhje. Bile, e kom qif edhe atë shoqni të ki. Nëse ai njeri e nde mund baje shoqni me një hoxhë, është një plus shumë i madh për mu. Po hoxhë atër farë shoqi taj pse ki hala për në gjitë bëj. Inshallah e len një ditë. Ama që këtë më tha, po, është sen shumë i keq. Nejse tash para kamerave, më flasim, ama, thot, edhe një mashkull dë njerë mund të duket si fem. Për qatë zakonisht mas këtine punëve të rakis e dehjes, dire shkon punat e zinaja. Se ta josh nefsi, ku e di shejtani ta zbukuroj ka aqë shumë, thot, një mashkull dë njerë të duket si ndo një femër. Që? Do me thanë, kjo e ka arrit atë nivel të dehjes së madhe, që e detyron dënimin. Apo, mos e daloje tokën nga qielli. Mendon se fluturon, apo, a shkelën tokë. Bash, pram,
Gjunafi, apo? Allah je udhëzoft, nuk e pam edhe kush ishte, ama vjen një muzikë pin telefon. Kalon që këtu për para. Gjunafi, menze se shkelte. Kjo si pas Imam Ebu Hanifes, dërsa si pas dy nxënësve të tij, niveli që e detyron, që e meriton dëshkimin nga shteti, jo nga baba. Baba në shtëpi si do se le veproj ato metodat e veta, kaishi, ja, pendreki, nuk e di. Nga shteti flasim, si pas Imameinit, është e njuhdhje vë jehtelita kelamehu, kur fillon flase palidhjen të ngatroj Allahut. Apo? E keni ngjuar ata njerëz anë? A keni pas dë njerën rreth na? Si s'kemi pas plot. Muhabete, palidhje plot. Dhe me këtë thot, jepet fetva. Mirë po nëse shprehet me fjalë që dalish nga feja. Me thanë, mo une nuk jom musliman, i pima më është. Në këtë gjendje është. Jo një pik ka pi. Halis diktohet se së ne dalon, është në hava, është në tokë. Dhe nxjerr nga goja e tij shprehje që e nxjerrin nga dini. Allahu na rujt. Sot unë mos jam musliman, ose unë jam i krishter. Apo edhe përdor shprehje që dhe ndajnë nga gruaja. E tek kjo e gruas ka dy mendime, japim fetva, edhe me sebi Hanefi ma shumë, nga kjo që haj mos ja quajmë ato shprehje se nuk i ka thënë me mend. Thot nuk mirem parasysh, sepse nuk ka pas kast dhe nuk ka bindje të plot. I thot këto nga thujemin, i thot nga efekti i alkoholit dhe i dehjes. Ebu Lethe Semerkandi, në librin e tij, Tembihul Gafilin, tash edhe ky mufti i perandorisë Osmane referohet nga ai, i ka numru afër 10 cilësi shumë të poshtra të verës apo të alkoolit. Thot, e para është se, një njeri kur e pin atë pustë, yasiru bimanzilatil majnun, bie në nivelin e njerëzve të çmendur, thon nuk din çka bën. Dhe bëhet vegël për të qesh dhe për të tallë bile dhe fëmijët. Ndërsa te njerëzit e mençur bëhet njeri i poshtër, apo merr në qaf familjen. Gjali e pret në shtëpi të luje, ki ka shku pin rakijes. Takfirullah. Çfarë njeri, subhanallah. Ma pa njerëzit tonë janë të tillë që presin t'i zënë xhumi fëmijët që të shkojnë në atë gjendje në shtëpi se nuk do fëmia jem, vajza ime të më shohë në atë gjendje. Mileti jonë është ashtu. Edhe kjo është një farë lloj shenje pozitive se nuk do të bëhet shembull i keq për fëmin. Apo do një shishe ta mbaje në shtëpi, nuk do të bëhet shembull i keq. Ama edhe kjo nuk mjafton belaç. Shif. Dami i parë, nuk harxhosh kohë me vajzën tënde, me djalin tënd, shkosh atje. Dami i dytë thot, është se ta merr mendjen dhe ta harxhon shumë pasurinë. S'u mendojsh mos, s'u bësh hesab. Mirë po edhe ato që e fitojnë atë parë pi shit me sasaj, pyetni njerëz që kanë punu në për kësi vende. Hajrin son ja kanë pa. Njëri më tha, hoxho e kisha, hoxho te kit rrethin me këto njerëz, ma mendojnë ashtu, ama thot e kisha një lokal dhe shitsha brenda nate me mira euro nëse i themi promet. Së mva pash hajrin. Kur e hoqa, 2-3 dyqane i qele. Interesant. Turkët thujnë haram gjeldi, haram gjitti. Nëse ke qenë musliman, nuk do të hece. Së ndja shojsh bereqetin. Nëse hoxho te i fola më mum heci biznesi, te i palja je musliman në lëshkë. Allahu Teala biznesin apo rrezkun nuk ta zmadhon me haram nëse je musliman. Me njerë të nxjerr në këtë dynja ndëshkimin, thojza, si themi neve, propadish, hupish në këtë dynja që ta kuptoj se është haram kjo. Dhe kjo dhurat nga Allahu Xhelle Xhelalu. Si musliman duhet kështu ta kuptoj. Sa minuta u bonu në u hupa këta? Në sa ka kjo videoja qëtër? Majra, të rëvazhdojmë, heq ma e bukër. Kjo ishte dam i dytë. Dam i tretë është kur pish diçka që ta merr mendjen, thot, bëhet sebe për armiqësi mes vëllezërve dhe shokëve. Ma pa një muhabet pa lidhje, për një herë zihen dhe grinden. I dhnohen dy shokë të ngushtë. E katërta, kush e pin atë, pengohet nga dhikri i Allahut dhe nga namazi. Nuk i vajnë as pin brenda të fale namaz. Bile ka një bindje të ne, kush pin 40 ditë s'ka iman,
për kësaj teme u kuptu se s'ka lidhje ajo, apo nuk bëhesh qafir se ke pi raki. E thot 40 ditë atër nuk do fali namaz. 40 ditë. Leti, me njerë, sa je këthjel, duhet të falish namaz. Namazi është namaz. Atër hoxhune të pejen e kur këthjel. Ajo, jo. Ama si ta vazhdojsh namazin, me lejnë e Allahut namazi dhe të ruje nga kjo punë e fliqur. Kjo ishte e 4-ta. E 5-ta. Pia dehëse të shtynë në zina, sepse, shifshar zinaje, thot, sepse, si pas ati mendimi tjetër, mund t'i japet talak, mund t'i japet divorc gruas së ti, duke mos e kuptuar fare çka tu fol, ka dy mendime këtu, tamam. Disa ulema e kanë quajtat talak, që e thush në gjendje të dehur, disa ulema nuk e quajnë. Dhe ne japim fetva me këtë që nuk quhet. Tamam. Ama Ebu Lethe Semerkandi thot mund bëhet sebet bësh zina me gruan tënde. Allahu na ruaj. Hentet besoj se rahat e kam grua të shkruhet zina. Pse? I dehur ke thënë do shprehje që ta ka prish një qaj. E 5-ta thot, pija e alkoolit e shtyn njerin, kjo ishte e 5-ta. E 6-ta, pija e alkoolit është çels i çdo sherrit, sepse kur pi njeri u verë apo alkool, i bëhen shumë kolle gjitha mëkatet, e hup mu atë vicdanin, e hup atë mëshirë, e hup atë refleks t'ike pi harameve. E 7-ta është se i maltreton me lajqe që i ka afer, sepse i shtin ato me lajqe në përvende të pista të gjunaqarve dhe të fasikave. Ajo me lajqe e ka obligim të vije me ty të t'i shkruje veprat, i hish ndër haken e me lajqes. Shef, gjallin tënd nuk e fajtish atë. Vajzën hiç me hiç nuk e marrish në ato vende, a me lajqet që ti ka kriju Allahu Teala këtu afër, i marrish me viti. Këtë vesh një musliman, i thellë, një alim i vërtet mund t'i kujtohet që kjo e 7. E ishte 7-ta kjo, po. To këtë tjerat po bëhë gjoma i rekia më. Që këtë kur e kuptojsh se i me lajqen e maltretojsh, nëse ki e iman, kjo të prekshan. Pse marrish në qafe në gjunafin? S'ka fajë, i hysh ndër hak. E 8-ta, e meriton dënimin si pas shtetit të sheriatit, me 80 kamxhika, ndërsa, nëse nuk dënohet në këtë dynja, në ahiret do të ndëshkohet me kamxhik nga zjarri i xhenemit, ndërsa në këtë dynja do ndëshkohet para njerëzve, po edhe në botën tjetër para njerëzve do ta shohin atë prindërit e vet, shokët e ngushtë, hoxhallarët apo shokët e fes islame, shokët e mezhlisit. Dhe të bëhet rezil, do të korritet. Një prej qëllimeve të këtyne ndëshkimeve të shtetit sheriatit është që kjo. Të bëhesh rezil para njerëzve, më të shkojë edhe njerë ndërmend. 80 kamxhik jo në shtëpi i babës. Në mes të qytetit, në shesh, do vije kryetari aty vendit Valiu, dhe të mblidhen më të mëdhejt e qytetit, hoxhallar, babiot, migja, familjarët e to, si bëjmë ne me vlude, se të thirim njerës, hajde bojron, mi se erdhet, gjithë dhe bëjmë, dhe gjegim kamxhik gjalin tuj. Pse? Ka pira ki. Po, është rezil para kitve. Te ta ishim po. Dami nant i pijeve alkolike është se të mbyllen dyert e qiellit. Çfarë do thotë të mbyllen dyert e qiellit? Nuk pranojnë lutjet. Do të thonë nuk shkojnë në arsh. Nuk shkojnë te prania me lajqeve. Dhe nuk shkojnë te Allahu xhelle xhelalu, ama nga kjo mos e kuptojmë se Allahu është mbi arsh. Arshi është vendi ku tregohet se është bë kabul duaja. Një lloj si në Qabe aty si nuk e kemi Allahun, a mund të themi Allahu është te Qabe aty. Ama në namaz drejtohemi andej. Edhe kibla e duas është arshi. Prandaj ngrem duart kështu për ka qielli dhe presim që të shkojnë në arsh, vendi i kibla, vendi i kabullit është i duas është arshi. Ndërsa ibadetit namazi është Qabe. Nuk kështu duhet me kuptu. Përdorin argument. Atëherë pse ngrohesh durat ka qielli? Allah, Allah. Atëherë në ka qielli të kthesh kur të falish namaz, të shtrihesh në shtratën. Ashtu. Mirë po jo për gjithmonë për 40 ditë. Kështu duhet ta kuptojmë atë hadith që thot pejgamberi alayhis salatu wasallam, ai që pin rakis ka 40 ditë iman. Iman çka do të thot? Nuk ka vepra që i pranojnë muslimani.
Nuk i pranohen, domethënë, për 40 ditë, derisa të pastrohet. Dhe 10-ta dhe e fundta është se frikemi, domethënë kemi frikë se mos e humb imanin, mos i dale imani momentin e vdekjes, neudhu billahi ta'ala, fe hadhi lukubat fi dunja kable mautihi. Këto janë dëshkimet e tij në këtë dynja para se të vdese. E para mendoj, thot, ndëshkimet në botën tjetër, që kjo dynja me botën tjetër nuk mund të krahasohet. Transmeton Umamja nga pejgamberi alayhi salatu vesselam se ka thënë: 3 persona së ndëhyn në xhennet. Mudminul khamri, ai që është alkolik kronik, vazhdimisht pin alkool. Sonele, ja bo vesmo, Allah ja Rabbi shpëtoj. Wa qati'ur rahimi, dhe ai që i ndërpret raportet familjare, ve musaddiqu seherati, dhe ai që i beson sihirbazve, do me thënë magjistarve. Dhe një njeri që vdes duke qenë alkolik kronik, do me thënë, pa bë teube nga rakia, se ka Allahu Teala min nehril qautati, Allahu Teala i jep të pi në botën tjetër, në xhenem, nga lumi me emrin qauta. Çka është qauta? Është një lum tek i cili rrjedhin qelpsirat, pisleqet nga organet gjenitale të femrave të pandershme, që të digjen në xhenem shkaku i mëkateve që i kanë bë, pe aty do rrjedh një qelpsira flicina, nga ajo Allahu Teala do t'i ndeshkojë njerëzit që kanë pi raki. Tash kur ta marrish në dorë atë, mirë po, çka vjen keq? To derset e mia i ngjojnë njerëzit që as nuk i afrohen bilatin. Që ty i shoh ndonjëherë videot, maksimum 800-900.000 views-a. Mund t'va numroj me gishta kush janë ato. I di mo kush i ngjon derset e mia. Ai që e pi kët, duket nuk i ngjon derset. Pse u bë ashtu me kjo? Pse se ne bëm një reklam të t'i dalin kitve? Pse se ne bëm ama gjuhën e ëmbël, edhe ai që pi rakit ndalet një saat, po bë unë i bëj këto gjunafe, ama këtë hoqe e duhen e ngjë. Më duket ato ka minuta e tretë ndalin se sham sert folën ki hoqe. Ebe si me çelp, o do gjithu thush hadithi pejgamberit vetë. Ani, ama dënjer ju mund ta bëjni këtë. Mund t'ja qysh linkin. Shoqi, më keq kuptua, ma shefbe, ngjohet që këtë. Mund të dale khair. Mund të dve e merë, ngjohet që këtë. Edhe unë jo ta kem titulli rakia. Apo, shif, titulli është diçka tjetër. Mos me i thanë qafir muslimanve, edhe pse i bëjnë këto gjunafe. Edhe dhe gje veten aty komfort. Të raku, së më thuj kanë mu këto qafir, a mbrenda ndes, shpulla. Qashtu është metode ulemare. Jo me njetet të preken tel atë gabim që e bëjsh. Tamam. Këto linket përdorni, qojnja në për WhatsApp shusnis, gjallë halë, gjallë teze, gjallë menxhe, gjibën këto gjunafe, tamam. Mirë. Allahu Teala na ruajt nga ky hadith, qash, do thënë, dëshkimin që e tregon, kash në dëshkim të gërditshëm, nëse nuk ndikohet mani muslimane në bëhet teube, Allahu Teala ja rujt imanin, nuk e di më. E thot, edhe me i bo këto gjunafe, ai person nuk del nga imani përderisa nuk e quan atë halal. Një llojsi, një njeri jo musliman, me i bo gjitha hajratet dhe gjitha bindjet ndaj islamit, nuk del nga kufri derisa nuk i beson me të vërtet Allah. Ai mund bëj Ramazan, mund ta agjeroj, mund t'jap edhe zeqat një jo musliman, mund vjen në xhami të falet. Erdhën njerë volibolistët e Shkëndijës, i kon këtë shok ato. Se jo marrë edhe unë e pa. Mesin e aty ne kishte një brazilian. Hoxha që të bëjmë me këtë. A të marrë abdes e na i të falet. Jo, belushke, nuk e ka obligim. Po a mund të hyje në xhami? S'ka abdes, nuk ka iman. A mund të hyje në xhami? Ndoshta në gusull s'ka. Hajde shte. Frat nuk vlen, apo. Frat nuk o. U hunç, që gjenë qërë gjina, në qëllë si u falem neve. A di shkruhet se vap ati? Jo. E në ti shqu të kish falë namaz i qindine e falem. A di shkruhet se vap? Jo. Për derisa nuk beson. Atër edhe muslimani janë asjeltas. Mund të i bëjë këtë gjuna fet, për derisa nuk beson se është halal, nuk i themi qafir. Ama nuk i themi se o musliman për në gjennet, superi ki e punët, Allah i kabul, hajde, organizota iftare me pare tuja ne, do bëjme në xhamaja. Jo e në këshu. Ama së një thujsh, më jep t'i pare në xhami. Së një thujmë.
Hoxha jem, i ka thonë. E në atë kujt i ka thonë? Një firme që ne blejmë këmisha nga ato, nuk dhe përmendi emnin, me 2 emna, italisht është, që e ka kuptimin, në fakt, kështu është, në fakt, e kuptut firmën? A se dish? Qështë. Ka dash t'jape kontribut për xhamin. Çka shet njeri? Halal, këmisha shet, pantule shet. Hoxha mi ka thënë, të lutem, jo, për xhami thon për medrese, jo, të lutem se në paren tënde përzihet vak harami. Mos mu prek, mos na keq kupto, ama tash di ushqim këtu fëmijët, do dalin hoxhallar ato, do gatojmë ushqime me pare haram, pak që përzihet, edhe atë pak përzihet, jo shumë. E nuk dha banka diçka. Një firmë që shet këmisha. Po pse be hoxha? Po te kasier ka ti kje vajza. Kasier ka kje vajza që punojnë, aty përzihet pak një haram. Se një kasier mashkull, një kasier vajz, aty përzihen, bëjnë muhabet, aty pak përzihet diçka. Aja sa hol, edhe mund t'i those, ej, subhanallah. Unë vallaj, se nja thom kërkujt. Mund të vaj harambashi më i madh i tetovës, të kontriboj diçka për xhamin, ndoshta mund me dëni metod t'i hek ato pare. Shën, nuk thash se t'i qojnë barke, stakfirullah. Ama së një thomë taj moje pare. Se kom atë zemër. Se kemi këtë zemër, njerëzit vazhdojnë. Njeri pret pi hoxhës dhe një këshilë, o ti. Nuk pi gjallit mengjës vetë. Se kur i thot gjallit mengjës vetë, abe e qëlloj punën tënde. Gjall mengjë. Kur i thot hoxha mos, që sot ma edhe hoxha larët, nuk i qoj ma më hajt. Nese, mos gjatë e tema shumë. Do me thanë, një njeri, edhe me i bo gjitha mëkatet, përderisa nuk i beson se është halal, nuk del nga imani. Kjo sa i përket argumentit logjik. Logjika këtë e pranon, apo? Qafiri derisa nuk i beson, këtë veprat nuk mund t'i quen, atër edhe këtë veprat mund t'i këtë këqia, ama imanin e ka. Atër nuk mund t'i themi qafir, nuk mund të dit i barazojmë. Dërsa nga Kur'ani tash një argument, a nuk e thot, ku Allahu Teala i urdhëron besimtarët për teube. Shif, do me thënë, kanë bërë gjinafe që Allahu Teala na urdhëron për teube. Me qenë na urdhëron të hajde besoni. Nuk teube. Muslimani bën teube. Ke pi raki, je pendu, thuç astaghfirullah ya Rabbi edhe njerë nuk pi. Ti shebo jo musliman, Allahu do të thoshte hajde tash beso edhe një herë. Jo bën teube edhe një herë. Am kuptojni? Që Allahu Teala i urdhëron për teube ata njerëz të cilët kanë qenë të preokupuar dhe kanë hyrë në për mëkate të mëdha. Dhe i ka quar ato mu'minine besimtar. Ku, si thot në surën Tahrim, estaizu billah, bismillah, ja ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ju besimtarë, bëjni teube të Allahu, bëjni teube të sinqertë nasuh, që edhe njerë më nuk do kthehesh në atë mëkat. A e kuptojmë? Kjo argument nga Kurani u bë. Mirë po direkt shu nuk u bë, me të nxjerrë me një rezultat i thumë kësaj. Tamam. Allahu Teala i thot besimtarve, bëjni teube. Do me thënë, të si besimtar, ke bo do gjunafe që duhet tash të bëjsh teube. Po edhe hadithe ka plot, unë sa e shof, është ndalë vetëm në një ajet këtu. Tash i merr disa hadithe që kanë bëjnë ende me atë nasihat, me atë këshill, me vëmxhall njerëzve zemrat, me izgjun nga këto errësira të mëkateve. Sidomos puna e rakis, puna e verës është hadith që e meriton kështu teuben e madhe. Nëse ta shohim cilat hadithe do vinë tash. E kanë pyetur Hazreti Aliun radiallahu ta'ala anhu, çka është teubeja? Thot teubeja është pendim, do me thënë të pendohesh. Mirë po, ajo i mban në vete 6 gjëra që kanë bëjnë me kohën e kaluar. Gjyo teube, hoxha, bësh teube. Ne s'kemi sqarim, hoti. Shifë Hazreti Aliu, para 1400 vjetë të jep një sqarim që sot e kësaj dite t'i qelë çakrat më ndryshe. 6 gjëra që kanë bëjnë me kohën e kaluar. Po gjo e kaluar be lene, jo, veç pak tash. Ti në të kaluarën i bone ato gjunafe. Tamam. Janë, do me thonë, teubeja është një pendim që i mbledh në vete 6 gjëra që kanë bëjnë me të kaluarën. E para,
duhet bësh pishmanlek. Më thënë, gjesh një pendes të sinqert për ato që kanë kalu. Ndërsa, për farzet, duhet tash edhe njëherë me i falë. Edhe njëherë me i pru në vend. Themi, namazet kaza. Nuk ke falë namaz 20 vjetë. Çka të bëj? Pse s'ke falë? Pse s'kemi falë ndoshta? S'kam dhënë zeqat atër në altanat kur u martova. Hala vazhdo në jo obligueshmëri. Hoxha, nuk kam bajt Ramazan. Di po ish kaza. Njerëzit tonë ngatrojnë të bëmen kaza dhe atë 61 ditë që është 60 plus 1 ditë. Ajo 60 plus 1 ditë dhe duhet nëse ke nis të agjërojsh atë ditë edhe e ke prish. Hoxha më kujtohet se njerë në gjimnaz lutën futballin e u dogja përrujnë, atë e bona. Dhe e bëjsh edhe atë. Po hoxha një 25 herë kom bo. 25 herë 60? Jo. Kjo si në dëshkim, mjafton vetëm një herë, për kejt ato nëse e ke prish ama. Ama hoxha unë 25 vjetë s'kom bajt Ramazan, atër 25 Ramazane duhet me i bo kaza. Kjo nëse e ke fillu me agjeru atë dit, edhe e ke prish, ajo me një qefaret i mbulon këtë qefaretet, këtë gabimet tjera. Inshallah edhe këtë e kuptum. Do me thënë, e dyta, në të kaluarën gjunafet që i ke bo, kërkon një pendes, një ndjen, një siklet, pishmanlek. E dyta, për farzet, kërkon iade, edhe njerë t'i bësh. Për zullumet që i ke bo, me ja këthy. Çka do të thot me ja këthy? Thonë, ja ke thy gotën, ja blish një gotë, ja këthysh në vend. Ja ke prish veturën, ja marish veturën, ja regullesh. Thujem në ja renovësh, në kësi thujmë veturës? Ja? Ja riparesh, që ashtë tonis. Ja polirish, bravo, që këtë e kërkojsh, apo? E katërta, istihlalul husum, për husumetet, armitësit që i ke bo, fesatet që i ke bo, dhe kërkojsh halallek. Dhe në teket, para 10 vjetë e unionit, ja theva shumë keq zemrën e shajta shumë keq, dhe gjesh tash dhe tush ma bon halal, se unë ma jom pendu. Pale kur ma ngjon dë njoni dersin, a ki? Hala së më ka thërë në telefon të lipi halallek. Kam doshta me mira njërës që duhet të lipi halallek. Ku di gji? Që publikisht tom, këtë juve që va kam thy zemrat në të kaluarën, ma bojni halal. Zdi, ku ti gjejt është gjitha to numra telefoni, gjitha to arsimtar që i kemi nervozu si fmi në shkollë. Makina qitë mend. Na bëshin halal i shala. Dhe pesta, 6 sende kishte. E pesta tash është, të vendose me gjithë zemër për gjunat e kaluara se edhe njerë nuk do kthehet. Wen tu rabbi e nefseke, fi taati Allahi, dhe ta bësh terbije, ta zhvillojsh më nefsin tënd në ibadetin e Allahut, ashtu si e zhvillojsh atë epsh në punë të këqija në për shejtan. Po ja bësh e qefin. Mirë që e masa, apo shkojshe veturën kallë, dilë, dhe shkojmë, a gje biletën, dhe këcejsh, dhe kombinoj atë këmish, këtë këmish. Tash dhe kombinojsh këmishën, jelekin, pantullet pak ma gjana, terlekin, tash këshu dhe zbukurohesh. A u zbukurohesh e ashtu ma para. Tash dhe zbukurohesh këshu. Khudhu u zinet e kum, inde kulli mesgjit, ka thënë Allahu Teala në Kur'an. Vesh një stolit tuaja, në gjdo mesgjit, në gjdo xhami, jo, në gjdo namaz e ka kuptimin e jo, tam. Në gjdo namaz duhet, lexoj komentimet e tefsirit, terlek, gjybe dhe pantullet gjana, tam. Ose fustan e në terlek, ose terlek, gjybe e në pantullet. Thonë, këmish me pantullet gjana me gjybe. Edhe një rast i bukur, që ka të bëjë me temën, cilën temën shumë u mendova, ku ka, me ja kthy, me ja lip halallekin njerëzve, e ne me ja kthy qatë hakun, nëse i ke bo zullum, na urnoj loq, duhet të ta paguj, ose, si pas sheriatit, nëse të kam ra, tash mund të ma kthesh edhe ti, të më bish mua njëherë. Nëse dush mund të më bësh halal. Dhe është një rast shumë emocional, shumë i bukur, unë i harxova emocionet tu e përgatit këtë, për qatë inshallah do ndikoj edhe te juve, e kemi ngju këtë rast, me këtë dhe lexojmë edhe dhe mbarojmë. Rasti i fundit, ta lexojmë edhe këtë edhe mbarojmë dersin. Nga Ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhuma transmetohet se, kur u afrua vdekja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e urdhëroi Hazreti Bilalin të thirrë njerëzit për në namaz. Ai
Do thënë jo si ezan, po ka bëni thirrje, hajdeni në namaz, na thirr pejgamberi. Dhe u bashkuan, u mblodhen me muhaxhir, me ensar, krejt te xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe falën 2 rekat nafile, 2 rekat khafifeteni, do me thënë të lehta, të shkurta, me gjithë njerëzit aty bashk. Pastaj hypi në mimber dhe filloi ta lavdroi njerë Allahun, pastaj mbajti një hutbe shumë të bukur, nga e cila vejilet minha el qulub, u dridhën zemrat dhe syt filluan të lotojnë. Do me thënë një hutbe, sikur lamtumirës e pak, se është afru vdekja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nga fjalët, ndoshta edhe nga mimika që i ka përdor ai dashur, sahabët e kanë kuptuar se është diçka të ndodhur, tamam, jemi nga fundi. Dhe veç ky fakt ti qenë gjallë prezent në atë moment. Veç ta imagjinosh, mas një kohë nuk do e kemi këtë të dashur. Kjo çka të rënkit. Unë për do hoxhallar hala e mbaj. Veç kur më kujtoj, tu qenë si ma mirë në shtëpi me disponim, veç kur më kujtoj se Kemal Efendia i ka bëjnë 90 vjet. Shkon këtë disponim. Ma para kur e shifshim fliste ma kollaj, ecte, vet falte namaz, bile na këshillonte me gjithë vullnetin e vet. Tash kur shkojmë dë njerë në zjaret, e shohish, bile presish 2-3 orë, a dë dale xhuman ta fale, edhe të shkru nej, që ja më banë që hizmetin që ja banë, thot, sot nuk onë gjendje për dalë hoqa. Këto kutin krejt. E tash paramendoni për pejgamberin, sahabët që kanë qenë shumë më të dashur në sytë e pejgamberit, edhe pejgamberin në sytë aty. U lutuan sytë, dhe pastaj tha pejgamberi alayhis salatu wasallam: "O ju musliman, unë për juve kam qenë një pejgamber dhe kam qenë i sinqert, që u kam bën nasihat. Nasihat do thot me ja dash të mirën atij tjetrit ashtu si e duash për vete. Dhe kam qenë një thirrës për ke Allahu Teala me lejen e tij. Dhe kam qenë për juve si një vlla më i madh në mosh, ama shefik me dhemshuri, do me thënë nuk kam marrë me mëshirë, apo se një baba shumë i mëshirshëm. Dhe kujt i kam bet do një hak të unë, helbete, insan hadi, nëse i kam bet dhe kujt zullum, stakfirullah, fel jekum, wel jektesa. Letë shohet në kam dhe letë mare kisas, do me thënë letë mare hakun. A ju kujtot arsili rast? Para se të ndodhe hakmarja në botën tjetër. As njëni pej sahabëve nuk u qua. Pejgamberi alayhis salatu wasalam e përsërisi për 2 herë, e përsëriti për 3 herë këtë fjalim, dhe më në fund u qua në kam një djal i ri me emnin Ukashe ibn Muhsin. Dhe erdhi pranë pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dhe i tha: "Fidake ebi wa ummi ya Rasulallah. Qos fal për tyje, edhe baba jem, edhe nëna ime ja Rasulallah." Mos na kishe thënë disa herë këtë, vallahi nuk do visha që këtu pranë. Mirë po një herë na ndodhi. Isha me ty e bashk në një luftë dhe erdhëm në një nivel të njëjtë me devën tënde. Devja ime dhe devja jote. Ti tu zbrit nga deveja, unë pse isha shumë afër teje, unë mundova të ta puthi dorën dhe gjujnin, fekhidheke, do me thanë kofshën, kamën doja të ta puthi. Ti në atë moment e çove shkopin me të cilin e hecëshe deven, more ta godasish pak deven, tu zdrip mraje mua në midis që këtu. Po nuk e di une, a e bëne me qëllim këtë ja Rasulallah, apo e bëne gabimisht se dojshë t'i bish njerë deves që të ndalet. Pejgamberi alayhis salatu wasalam tha: "Hasha ja Ukashe, as njëherë ja Ukashe, as njëherë pejgamberi nuk e ka për qëllim t'i bjerë ummetit të tij, stakfirullah." Dhe tha: "Ja Bilal." I tha Bilalit: "O Bilal, intaliq ila menzili Fatime." Shkote shtëpia e Hazreti Fatimes, thujit ma bjere që atë shkop me të cilin e kam godit gabimisht këtë Ukashe. Shkoj Bilali radiallahu anhu, doli nga xhamia dhe dorën e mbante në kokë që kështu, dhe me kësi me thonë, subhanallah, ky pejgamber jep tash leje për qisas nga vetja e vete. I jep leje dhe kuj tjetër të hakmeret se i ka bo në thojzan do një zullum. Shkoj trokiti në derën e Hazreti Fatimes. Hazreti Fatimja tha: "Kush është e dera?" Tha Bilali: "Erdha
pejgamberi e kërkon atë unë jam Bilali, pejgamberi e kërkon atë shkop. Hazreti Aisha i tha, çka do bëje baba im me atë shkop? Tha, ja Fatime, baba jot i jep kësas, do me thanë, i jep hakmarje, i jep leje për hakmarje një personi tjetër, tja ekzekutoj vetes së tij atë. Hazreti Fatime tha, ja Bilal, po kush mund tjetaj njëri që, si mund tja pranoje zemra, ati njeri që të marrë kisas, të hakmeret nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hazreti Bilali e mori atë shkop, hyni në xhami dhe ja dha pejgamberit alaihi salatu wasallam shkopin në dorë. Pejgamberi si e mori atë, me njerë u kashes. Ja dha. E tash, u shtangën kitë sahabët. Subhanallah. S'kajnë lënë dëkushi shtrembët të shikoje pejgamberin a.s. Me urdhrin e pejgamberit dëkush dhe e preke pejgamberin s.a.s. Sahabët u shtangën kitë. Del i pari, Ebu Bekri radiallahu anhu dhe Hazreti Omeri. U quan në kam dhe thanë, ja u kashe, ja ne jemi pranteje, merë hak pineve pejgamberin mos ma prek. Pejgamberi a.s. tha, ulluni ju dy, Allahu ta'ala vadin pozitën juve, vadin njetet juve. Do me thanë, vadin se ju nuk e lejoni këtë veprim të ndodhe pejgamberi. Thonë mo edhe me ndodh, juve u shkryt ky sevap. Pastaj u quan kam Hazreti Aliu, tha u kashe, ja unë jam në jetë, dhe unë i dal para pejgamberit a.s. Nuk më le zemra, ti të marish hakmarje nga pejgamberi s.a.s. Që shpinën ku e kam, që barkun ku e kam, ku të duash me dorën time, mund të më godasish mu, pejgamberin mos më prek. Pejgamberi a.s. i tha, ja Ali ulu, edhe ty Allah të adin pozitën dhe të adin njetin. U qua dhe Hazreti Hasani dhe Juseni, dy fëmijë të vegjël, tha ja u kashe, a nuk e din ti, se neve jemi nipat e pejgamberit. Pejgamberi ka thënë, këto janë nga pjesa ime, prandaj neve konsiderojemi si trupi ati. E janë në godit neve, pejgamberin mos më prek. Pejgamberi al-Islam i tha edhe atyne, ulluni edhe ju dy, ja kurretej ajni, o dy lumturit e mia, do me thënë, o dy ndriqimet e syve të mia, o nurët e syve të mi. Tha pejgamberi a.s. ja u kashe, mere këtë dhe nëse dëm godasish, goditëm. U kashja nuk ngopet. Thot, ja Rasulallah, ti kur më raje mua me atë, unë isha i gjveshur. Do me thënë, bi trup nuk isha kur gjë të veshur. Nuk isha tesha. Pejgamberi a.s. filloj të gjveshet, e hektash këmishën, në atë moment muslimanët fillon të qajnë me zatë naltë. Sëne përbalëshin ma këtë skenë. U kashja kur e pa trupin e ti të bardh, aq të pastër, me njerë ju hodh pejgamberit a.s. dhe ja puthi shpinën. Dhe i tha, fedake ruhi ja Rasulallah, më qoftë falë shpirti jem të ja Rasulallah. Kujt mund t'i rije rahat zemra të mare hakmarje, të mare kësas pejteje. Unë e ketë këtë e bana, rëgja e në një mes se gjismi bi gjismi ke shërif, që trupi jem të ta preke trupit tanë të bereqetshëm, dhe Allahu Teala për hyrmetin tanë, për hatrin tanë, të më ruaj mua nga zjarri i xhenemit. Pejgamberi a.s. tha, ela men yuhibbu an yanzur ila ahli al-janna falyanzur ila hadha ash-shakhs. Keni kujdes thot, i kthehet xhamatit. Kush don ta shoh në sy, me sytë e veta ta sheh një person xhenetli, që ja shihni këtë person. U kashja apo. Fillim duket sikur astaghfirullah e fitoj xhenetin. Çaq holl kanë mendu këto sahabë. Kët nuk mund ta aktrosh. Nuk mund të aktrosh, nuk të vije, nuk o punë shejtani, aktrimi o punë shejtani. Duhet tjetë një dashni shumë e madhe, po të të teket kjo hollësi, këtë në thojzat trik të bësh. Të të kujtojt pejgamber njerë bra, aha, të dëvdes edhe pak shif, hut belam të mirë se mbajti, dëshkojmë botën qeter njerë së në përqafova. Se ka pas edhe autoritet. Hazreti Ebu Bekri ka mund kur do se të përqafoja. Këto ndoshta kanë qenë pak ma larkë. Unë e kam qenë shumë jafërt me hoxhën tem, me Kemal Efendi. Po, vërtet, i ndihmojshim edhe abdesin. Ama njerë së njën gjitha këshu. Ja 2 herë ndoshta na ka ndodhë. Me marrë rasti edhe 1 herë. Ti në gjithë është mërë. Hoxhën që e dush për i zatë Allah. Apo përshem me Mahmud Efendin, hiç nuk mu bon nasip kjo. E të kishin thënë, a ka dë njëni, ka mos në ndodhi, së mund të në të rejsh, apo.
ama të më kisha ardhur një mundësi e vogël, u quan muslimant në kam, parës që dëshin ndoshta t'i bëjnë diçka u kashes, tash këtë u qunë në kam, shkuan e puthën në mes të balit, mes dy syve u kashen, dhe i thanë ati, tuba, leke, myshde për ty, nilte deregjati lula, i mbrite deregjet e nalta, dhe garantove afërsin me pejgamberin a.s. në xhennet në botën tjetër. Që kështu duhet jetë një njeri që bën për pejgamberin nuk vlen kjo teube, mirë po që këtë sinceritet duhet të kemi. Afrohet vdekja kadal, hajti pastrojmë haket që i kemi, borxhet apo gabimet që i kemi. Mirë, me këtë mbaroj dersi, inshallah do vazhdojmë ndoshta edhe pak me këtë temë, shif titullin e harrojmë. Ç'kjo cilësia e këtij myftiu të Perandorisë Osmane, hoxhallar të Perandorisë Osmane, lokuma, sherbet, Nazli Fatma, thujemi, baklava, e në çështjet e akides bilet ti kombinon me këto nasihatet bukra. Çka ishte tema? Mos me i thanë qafir, askujt. Mirë. Wa akhiru da'wana, enilhamdulillahi rabbil alamin, el-Fatiha.